Rastësi apo mesazh Vučić shfaqet në sheshin Skënderbej i afrohet flamurit shqiptar. Momente pikante nga samiti evropian në Tiranë. Për herë të parë u zhvillua në Shqipëri samiti 6 i Komunitetit Politik Evropian, duke mbledhur në Tiranë liderët e 47 vendeve përfshirë edhe ato të Bashkimit Evropian. Ky samit u shoqërua edhe me disa momente pikante, krahas trajtimit të çështjeve madhore si ato të sigurisë, nisur nga situata në lindje ku lufta në Ukrainë vijon, ndërsa përpjekjet për paqe ende nuk kanë dhënë rezultat. Veprimi i papritur ka qenë edhe ai presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili ka lënë për disa momente mbledhjen e liderëve dhe është shfaqur në sheshin Skënderbej. Siç duket nga pamjet, Vučić shihet teksa ecën lirshëm dhe flet në telefon, ndërsa pranë tij janë truproja dhe agjentë të tjerë të angazhuar për të garantuar sigurinë. Në një moment ai afrohet shtyllës ku valvitet flamuri shqiptar në sheshin qendror të kryeqytetit, rastësi apo mesazh nga ana e Vučić për të dërguar një sinjal bashkëpunimi dhe pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Kujtojmë që kombëtaria shqiptare do të ndeshet në 7 qershor pikërisht me Serbi në Tiranë, dhe ky veprim i Vučić mund të vlerësohet si shenjë afrimi dhe zbutje të retorikës mes tifozerisë së dy vendeve, e acaruar në ekstrem pas ngjarjes së Beogradit në 14 tetor 2014.